Tash ma merr mendja që vlera e ka lënë shifrën diku për 20.000 €, është investimi që kam bërë këtë, që është shku brenda 3 muajve komplet dam. Është fatkeqësi natyrore, nuk e mohojmë edhe ato, po duhet me marr përgjegjësi dikush që e ka bruki domin këtë që ka ordinare. Se këtu dikush duhet me pagu, nëse ne kemi investuar një herë, nuk do të thotë që mund me investu prapë. Përshëndetje, unë jam Dardan Mazreku i Malishevës, lind e rrit Malishev. Për damet momentalisht nuk mujna me thonë se duhet mi kalkulu të gjitha, po që muj me prononcu për këtë rast është shkaki dhe arsyeja pse është ardhur deri te këtu. Duhet edhe me thonë parën është që 3 muaj në kom hapë këtë si biznes të ri, dhe ma investimi është i para 3 muajshme. Tash ma merr mendja që vlera e ka lënë shifrën diku për 20.000 €, është investimi që kom bërë këtë, që është shku brenda 3 muajve komplet dam. Shkakin kuon e shoh është më mjau tregu edhe nëse është e mundshme edhe që e bona një video ma herët, devijimi i lumit. Lumi është një mini tranzit atje e kim, e kanë deviju lumin, edhe i kanë bërë disa si formë zorra, ceva, në këtë formën që shto 2 copa janë, edhe shtrati i lumit mos ka mujt me gëlltit gjithë ujin edhe ka deviju, na u ka sjell komplet mrapa uji, edhe janë mush lokalet, jo vetëm jemi, ku edhe djemve me xhallarëve gjithë lokalet, pe fillimit te në fund janë komplet zhytura. Me dome konsiderueshme. Arsyeja është kjo, nëse kamera mundet me fokusu. Qore. I kjo. Këtu është ajo që thash më herët, ku e kanë bllokuar rrugën. Domethënë lumin e kanë bllokuar dhe i kanë vendosur ato far gypat, shefe tani. Mas ju është bë domi, kjo video është e bënë i tash para 20 minuta, mas ju bë domi komplet, ka ndërmarr mosa komuna dhe janë të heq barriera. Presim rimbursim pe komunës se ky është fatkeqësi natyrore, nuk e mohojmë edhe ato, po duhet me marr përgjegjësi dikush që e ka bruki domin këtë që ka ordinare. Se këtu dikush duhet me pagu, nëse ne kemi investuar një herë, nuk do të thotë që mund me investu prapë. Si ambicion si biznes, këtu janë parafërsisht mund me thonë nashta diku te afër 20 biznese që janë dëmtuar. Sa ka vlera nuk e di. Sakt nuk e di, mund me folësh për mia. Gjithë janë ka për shembull, janë ka frizat komplet i kom heq për rrymës, po frizat ashtu sigurt ma merr mendje që janë jashtë funksionit. Mrena është komplet, mundi me fokusuar dhe mrena nëse doni është të merr. I kuptoni famës i shor për me marrurën. A shkuar ku shkore që ta është e këshyrë bacit, që ka quj. Kur i bona 79 vjetë, që ta uj shte poshtë edhe kur nuk ka konë që ka shfell, po ka konë që ka shfell 2-3 metra kënjene, 2-3 metra nene. Edhe ato atje si në asfalt aja, ura. A shkuar ka marru më rabat, po me thonë, inxinjerje, po duhet me ditë se krejt që kjo uj vje pe lazicet e poshtë. Fajt i kanë në urë edhe në ato se kur si shaharë, ti këtu vish me arë të redhë me këqyrë se kur, që ta dy kanë bon shumë keq. Aja femen së kur ti, thash bas, ha dhe me më gu, tha pobre miqë, ha. Thash qonë 1 metër dhe 2, qysh tha, unë po thamë. Edhe atje thash oke, qysh bre keq, ani dhe thash, ki me pa ku qotë ujtë e ma. Qërë shka ka bo bas, kur? Se 65 vjetë im dalë që trullë, kur sa ujë që është avrët, për ka shku si pashkanë. Mëra, inxinjeri ka faj, edhe kryetari komunës. Ja vish më hungë gjatë me kësy. A di qatë rogë që e merë për poplit, nuk e merë për që ja pranë vike. Mëra, se marë me kom vje pasha, zotën, nuk bëna kryetar që ka tha dëmoj, që nuk bëna kryetar, se që ka autobusi pa matër. I ka një fjallë dhe më moqë. Edhe së qërë bro basë. Qërë. Rafsh, 10 tona i kanë shku tina djallit tam. Qërë. Ma kanë gjëna, bro, vjerë shka pa bënë. Valla, i sëtë me lutë, bënë kryetari i Kosovë nuk bëna. Se vëto? Se? Më basha në unën halë kja. Ja. Veç me thonë i keqë, për mu vdekjo. Unë e veç për qitok, se për shqiptar së liftoj, veç për qitok, popullin shqiptar Skënderbeu si ka liftu. 25 vjetë me tukin ka liftua se ka leo. Jo se shkavin. Unë e titër e komëru. Në tërkëzim, shatë bua vetës, në Malishevës. Vëlloj, në ty më i po video të vetë, qëfar do me onë, për pas më thëndit e një ujtë mërana, do me ta shte me dyrë, së për nuk më shilin heq, edhe këtë është, ta shte vje kjo pizotit, kjo s'kene shka e i buna, por vija ujtë a më shilë.
kemi shirë çdo njoni, do më të jenë këto maqina, këto kreti ka ma din, kreti i kanë uje, po vetë. A ju kanë ndimu deri tash dikush a ju? Ja, ju, Allah, kërkoshe, që këmë thirë me polici, heqa ati në rast, adin kështu, si me thonë, adin në thmi, smutë në san, adin ju. Edhe zërfjes këmë thirë senar, thash bili një punë me hikun, këtë me shoqen i këmë hik. Mund 2022 më ka hi uje edhe një herë, komuna më ka jopë. Komuna më ka jopë 2700 herë, adin i e ndalë para shumë, adin. A prit një edhe kësa herës që kanë mjë ndimu? Besoj se po, fatë me linë. Cilat menoni që në konë shkaqet kryesore që ka depërtu ujë Valla shkaqet kryesore mund me konë vetëm këtu lumin e kënë zonë, vijen e ujt, e kënë mush edhe që kjo është asë esentë asë qohet. Qërë nga ko kena me gjithë vla, kena vijen e ujt mirë, edhe që kjo dyta herë se onë të nëndurë, dhe besoj se apet më nëndurë. Valla, kjo vetëm komuna që të vijat e ujt, mas me me qel vijen e ujt pja ati, e teri poshtu, edhe urat e kënë marë urën ka poshtë, ura shumë e ullë. Që kjo? Dëmet janë kryesisht në vendbanimet që shtrihen për gjatë lumit Mirusha dhe proskave tjera cilat janë në territorin e komunës së Malishevës. Që ka ndërmarrë komuna ka qenë vazhdimisht që nga orët e parë të mëngjesit në terren me ekipet emergjente, dhe atyre ka pri vetë kryetari Kastrati. I kemi vizituar të gjitha rastet, kemi ndërhyrë në të gjitha rastet ku është kërkuar nevoja, kemi intervenuar në 6 familje për evakuimin e tyre. Ndërsa ajo çfarë do të bëjmë më pas është s'paku herë presim të qetësohet situata, dhe më pas Komisioni Komunal për vlerësimin e dëmeve do të bëjmë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara, qoftë në infrastrukturë, qoftë në ekonomi familjare, qoftë në biznese, dhe të dalim me një shifër të dëmit. Se sa mund të kompenzojmë, këtë nuk mund të them sepse komunat nuk kanë fonde emergjente, është një çështje e rregulluar nga niveli qendror dhe nivelet lokale nuk kanë fonde emergjente, por unë shpresoj që qeveria ose niveli qendror të gjejë një zgjidhje ose të kompenzojë ata qytetarë që janë dëmtuar, sigurisht brenda mundësive që ka dhe qeveria, por komunat nuk kanë fonde emergjente dhe kjo është një fatkeqësi e cila nuk është e rregulluar mirë në aspektin ligjor që komunat të kenë fonde emergjente. Jo, s'ka pas lëndum dhe prioriteti i komunës gjithmonë është mbrojtja e jetës së qytetarëve. Kjo është mbi të gjitha. Të evakuurit kanë qenë 4 familje në qytet dhe 2 familje në fshatin Bubavec, të cilët janë sistemuar tek të afërmit e tyre. Këta të fshatit Bubavec, ndërsa në rastin e Malishevës ka qenë pak interesante sepse familjet kanë qenë nga komuna Suharekës, po të cilët kanë qenë prezent në Malishevë për shkak të një ngjarje në rast vdekje, dhe të cilët fillimisht i kemi dërguar në objektin e njësisë shërbimit të zjarfikësve dhe shpëtimit, dhe më pas i kemi dërguar në Suharekë.